Pa! Do t'i ka sa pësie? Mirë, gjyshin. Kam vetëm një pyetje. Ta bëshëre? Ke parë ti gjë një bjonde me cicat të mëdhaja? Hoj, të parore. Qyshore s'kam parë? Fantastike. Ku e ke parë? Nëndër. Unë natë për natë nëndër shop bjonde me sis mëdhaja. Shiko, mos ta të pythër me policinë e shtetit. Se jam krye detyrës unë. Bjondja me cicat të mëdhaja është shumë e rrezikshme. Ta dish ti sa i rrezikshëm jam una përballë kryerëse të tillë. Ja shtyjore, jam edhe. Po të erdhi, ose po e pe gjikundi, mos i beso asnjë fjalë se ajo të hedh siren ore, të hedh siren të merr mend. Direkt policinë e shtetit. Po, asnjë për shtetit, po. Moje bjondin me sydezi, edhe me siset moje si shalqi. Përshëndetje, si jeni? A je lodh, a je mërzit? Puna ime as lodh as mërzit, moj koqe. Qarë deshe? Mos ka ardhë gjithë më kërkon të një polic para një 10 minutash. Erdi, që shë vërteta? Me sigurit ka thënë që jam shumë e rrezikshme, a? Ashtu tha që je shumë tepër e rrezikshme. Po qarë i ke bërë, moj? Të dukem gjithë si kriminele unë që? Normal që jo. Tani, ai polici është im shoq. Edhe e kam kapur me një tjetër. Edhe dua ta ndaj. Ky tani hap fjalë në përlagje që unë jam e rrezikshme. Se është polic edhe do të fusej në burg. Qarë fletë, moj? Baba. Policia e shtetit, as Silvize! Silvize, policia e shtetit! Shefi, mos duaj herë se... Se jeme uniform, s'ka lise. Tani më bëj mua këto, erdi bjondja? Bjonda me sistem dhajare. Erdi ajo. Erdi këtu e pyeta unë se ma mori mëndja i do dojë ca informacione ti si shtetë që je. Ha, qa? Ajo do vende në rina sisteme valigje, do ikte në Budapest me ja 2 shoqe, do rëni ja 2-3 ditë, tha. Bas Budapesti do ikte në Vjen ja 2-3 ditë prap me këto 2 shoqet, e pasaj në Amsterdam do kaloni fundjavën. Kështu tha. Po normalisht do iki në Vjen, Amsterdam, ajo se ka vjedhur 2 dyqane der tani më ja. Qa fledhër?